Mirë se erdhe të dashur ujorën letra të rrëfejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e radhës të juaj. Të dashur ujorë, fillojmë me 7 të monedhës. Kjo javë nuk fillon me nxitim. Fillon në fakt me një pyetje. A ja vleti gjithë ajo pritje? A ja vleti gjithë ajo punë? A ja vleti, Dhe letra e parë, 7 i monedhës thot po. Edhe pse ndoshta nuk jeni duke parë ende rezultatin e plot, fare që keni mbjell muajt e fundit, kanë filluar të japin frutet e para. Mund të jetë një përgjigje pune, një pagesë, një klient, një projekt, ose një mundësi që më në fund, po lëviz. Këshilla është të mos hiqni dorë 5 minuta para se të vi shpërblimi. Kjo është ajo që thot kjo letër. Mos u nxitoni sepse po filloni në fakt pa nxitim, por që jo të ngreni duart tani. Se disa nga ju do fillojnë të shikojnë që tani frutet apo rezultatin e punës që keni patur, por disa nga ju akoma dhe pak duhet pritur. 2 të shkopive, të dashur, këtë fillon aventura, të them, ju hapet një derë re, që ndoshta për shumë të shikojnë atë rezultate, dikush do të ketë mundësi të udhtoj, dikush do të marrë një ofertë, dikush do të fillojë të planifikojë një ndryshim të madh. Mos u habitni nëse javën tjetër flisni për diçka që sot as nuk e kishit në mendje. Universi po ju shtyn të dashur ujor jashtë zonës së rehatisë. Dhe le të pranojmë, ju e quani zonën atje, por rini aty duke ankuar. Është koha të lëvizni. Më pas vjen 3 të kupës. Një nga letrat më të bukura për energjinë sociale, ftesa, festa, takime, kafe, miq, po dhe familje, ribashkime, njohje të reja. Mos e kaloni gjithë javën, gjithë javën duke thënë nuk kam qejf të dalë. Sepse pikërisht jashtë shtëpisë mund të ndodhë diçka që ndryshon drejtimin e javës suaj të dashur ujor. Kjo që keni pritur deri tani. Në pjesën e dytë të javës, të them, shfaqet mbreti i monedhave. Mbreti i monedhave është figurë e stabilitetit, është figurë, të them, për disa për jush është një person me ndikim, mund të jetë një shef, një biznismen, ose dikush që ju të them, ju hap rrugën, një derë, ku di unë, për të tjerët është vetë energjia juaj, më pak emocione, më shumë logjike. Kjo javë ju mëson të mendoni si investitor, jo si konsumator. Çdo vendim financiar duhet parë si një hap për të ardhmen të dashur ujor. Por me njëherë pas kësaj del 5 të monedhës. Kjo nuk do të thotë se shikoni është si varfëri duke kërkuar lëmosh këta 2 persona. Është një paralajmërim, mund të ndiheni më pak të nënvlerësuar, të ndjeni më pak si person, ose të shqetësoni për një shpenzim të papritur. Dikush mund të thotë, po sikur të mos dalin, pikërisht këtu duhet ndaloni panikun. Kjo letër nuk flet për humbje të mëdha, por për frikën që ju bën ta shihni situatën më keq se ç'është. Pra të ndjeni më pak, me pak burime, me pak oferta, apo më me pak i denj apo i vlefshëm. Është një ndjesi që s'ka të bëj me situatën në fakt. Dhe historia juaj të dashur ujor mbyllet me 6 të monedhës, aty ku menduat se do të mbeteshit vetëm, që nuk keni ndihmë, s'ka burime e kështu me radhë. Kjo letër tregon për atë dorën
ndihmëse. Mund të jetë një pagesë, një bonus, një favor në bashkëpunim ose dikush që ju mbështet në momentin e duhur. Për disa ujor kjo është edhe java kur do të ndihmojnë dikë tjetër dhe do ta kuptojnë se mirësia nuk e vërfron askënd. Apo dikush tjetër do ta kuptoj për ju. Pra, historia e javës është shumë e qartë. Prisni me durim. Shfrytëzoni mundësi që po ju vijnë. Dilni mes njerëzve të dashur ujor, mendoni për stabilitetin, mos u trembni nga një pengesë e vogël dhe në fund gjërat do balancohen në favorin e juaj. Absolutisht. Dhe për pak humor, në fund, nëse ju del një ofertë e mirë, mos bëni sikur po negocioni blerjen e një ishulli privat. Ndonjëherë, po, është përgjigja më e zgjuar. Dhe mesazhi juaj Oracle, kjo letër flet për besnikëri, këtë javë do ta kuptoni qartë kush është pranë jush nga zemra dhe kush vetëm kur ka interes. Në dashuri, marrëdhëniet e forta forcohen edhe më shumë. Beqarët mund të njohin dikë që nuk premton vetëm me fjalë, por tregon me veprime. Në miqësi dhe familje mbështetuni tek ata që kanë qenë pranë jush, edhe kur nuk kishit asgjë për të ofruar. Pra, mos veproni të dashur peshqi, më falni, ujor, se ishte peshku para, me atë shenjë kam filluar sot. Pra, mos vraponi pas çdo mundësie. Vraponi pas atyre që ndërtojnë një të ardhme. Kjo javë ka potencial të sjellë stabilitet të madh dhe siguri të madhe, por vetëm nëse besoni më shumë tek puna juaj se sa tek frika e juaj, të dashur ujor.